Punimet që duhet të kryen për gjatë mbrëmjes ose në orët e vona, kryen në mëngjes dhe mbi të gjitha në oraret e paradites. Madje punimet në Vlorë, të cilat duhet të kryen natën, kur nuk ka qarkullim të dendur të automjeteve, kryen në ato orare të ditës ku jemi në pikun e qarkullimit rrugor. Madje kryen në oraret ku shumë qytetar qarkullojnë me makinë për në punë apo për të çuar fëmijët në kopshte dhe shkolla, duke shkaktuar më pas një kaos të paparë ndonjëherë më parë në Vlorë për gjatë këtyre viteve. Projekti për vendosjen e linjave të reja të ujit të pishëm në qytetin e Vlorës po kthehet çdo ditë dhe më tepër në problematik, një dhimbje koke për drejtuesit e automjeteve dhe banorët e Vlorës, por jo vetëm. Këtë të martë, punojësit e kompanive që po realizojnë këtë projekt, pasi janë disa, po punojnë në segmentin rrugor të Unazës së Madhe, në lagjen Ajro Çakëri, që të çon në drejtim të gjykatës së shkallës së parë në Vlorë. Punime këto që nisën orën 8 të mëngjesit, duke vazhduar për shumë orë në një prej segmenteve rrugore, në këto orare me qarkullimin më të lartë në qytet. Pikërisht ashtu siç pritej, vjushmëria e punimeve në ato orare bëri që kjo rrugë të zhytej më pas në trafik. Vargu i makinave nga të dyja krahët e rrugës shkoi deri në disa kilometra, ku gjatë gjithë kohës dhe me të drejtë dëgjoheshin vetëm boriet e automjeteve. Jo vetëm kaq, por vlen të theksohet edhe fakti që punimet u realizuan pa asnjë njoftim për drejtuesit e automjeteve, të cilët mund ta shmangnin për gjatë këtyre orareve qarkullimin në këtë rrugë. Madje vjushmëria e punimeve u realizua pa patur as edhe një person që mund të ndihmonte sadopak në lehtësimin e trafikut rrugor. Mbi 20 punonjës, të cilët merreshin me realizimin e projektit dhe askush prej tyre nuk kujdesej për qarkullimin rrugor, për orientimin e tij, duke zhytur rrugën në më tepër kaos, aq sa ishte pamundur të qarkullojë në të. Ky zhvillim i punimeve pa rregull solli më pas penalizimin e gjithë qytetit, 10 automjete të cilat mbeten të bllokuara në të, duke u penguar nga zhvillimi i aktiviteteve të tyre jetësore. Më tepër e penalizuar edhe gjykata e shkallës së parë apo prokuroria e Vlorës, në të cilën ishte e pamundur të afroheshe me automjet. Madje shumë prej drejtuesve i fikën makinat, duke i parkuar ato anës rrugës në kundërshtim me kodin rrugor nga trafiku i gjatë dhe duke rënduar edhe më tepër situatën.